Njerëzit të respektojnë kur s'mund të kontrollojnë, ka momente në jetë që të shkundin, jo nga jashtë, por nga brenda, momente ku ndjen se nuk po jetohet jeta jote, qesh kur s'do, pohon kur s'dëshiron, flet kur s'ka nevojë. Hesht kur zëri yt po thërret për të dalë jashtë, dhe në gjithë këtë zhurmë të kontrollit të jashtëm, kupton një të vërtet brutale, njerëzit nuk të respektojnë përmirësinë tënde, të respektojnë kur nuk të kontrollojnë dot. Nëse ke qenë ndonjëherë ai që bën gjithçka për të tjerët, ai që jep pa u kursyer, ai që hesht për paqe, do e kuptosh më mirë se askush se çfarë do të thotë kjo. Fillimi i kontrollit, nga fëmijëria tek mosha e rritur, që të vegjël na mësojnë të bindemi, të dëgjojmë, të mos dalim jashtë rreshtit, të jemi fëmijë të mirë, dhe për vite me radhë, kjo sillet si virtyt, por askush nuk të thotë që një ditë të qenit i bindur do të shndërrojë në të kontrolluar, kur bëhesh i rritur dhe je ende i aftë të thuash vetëm po, njerëzit fillojnë të testojnë kufit e tu, dhe nëse nuk i ke të përdorin, për përfitim, për lehtësi, për rehati, maska e mirësisë, mirësia është dhundi, por kur nuk ka kufi, bëhet mall pa vlerë, sepse nëse nuk e di kur të ndalosh së dhëni, të tjerët nuk do e dinë kur të ndalojnë së marrë. Njerëzit nuk janë të këqij. Janë thjesht njerëz, dhe njerëzit, për fat të keq, e testojnë çdo dobësi, e provojnë çdo jo që e thua me zë të ulët, çdo kufi që nuk e vendos me forcë, dhe sa më shumë përpiqesh të jesh i mirë, aq më shumë e ul vlerën tënde tek sytë e tyre. Sepse respekti, në mendjen e shumicës, lidhet me qëndrimin, jo me butësinë. Kur nuk të kontrollojnë dot, fillojnë të respektojnë, nuk ndodh menjëherë, fillimisht, kur ndryshon qëndrim, kur fillon të thuash jo, kur fillon të distancohesh nga njerëz që nuk të respektojnë, ata do rebelohen. Disa do të thonë, je bërë ndryshe. Disa do të quajnë egoist, disa do të akuzojnë për ftohtësi, por ajo që realisht ndodh është kjo, ti nuk je më nën kontrollin e tyre, dhe për ta, kjo është e papranueshme. Ata e shohin ndryshimin tënd si kërcënim, jo sepse ti po bëhesh i keq, por sepse nuk je më lodër, fakti që nuk të drejtojnë dot më, i detyron të shohin si të barabartë, njerëzit respektojnë ata që vendosin kufi të qartë. Nuk kërkojnë miratim nga askush, nuk tremben nga vetmia, nuk bëjnë kompromise me dinjitetin, kur nuk ke frikë të humbasësh njerëz, ata fillojnë të afrohen jo për atë që u jep, por për atë që je, krijimi i kufive, hapi i parë drejt lirisë, kufit nuk janë mure, janë porta që hapen dhe mbyllen sipas vlerës që sjell tjetri, kufit janë mënyra se si i mëson të tjerët si të trajtojnë, nëse nuk i vendos vetë. Njerëzit i shpikin për ty dhe shpesh i vendosin atje ku ti përfundon duke u përdorur, të vendosësh kufi është akt dashurie për veten, njerëzit testojnë në çdo lidhje, familjare, shoqërore, sentimentale. Njerëzit testojnë, nëse lejon një mungesë respekti, një padrejtësi, një manipulim, dhe e hesht, ata e marrin si po, nuk ka nevojë të bërtasësh për t'u respektuar. Por ka nevojë të jesh i qartë, qartësia është forma më e lartë e fuqisë, të thuash, kjo nuk është e pranueshme për mua. Të thuash, kjo mënyrë nuk funksionon me mua. Të thuash, unë nuk jam ky që ti mendon se mund të kontrollosh. Kushtoj që do të donte vërtet. S'do kërkonte të kontrolloj, dashuria e vërtet është e lirë, respekti i vërtet nuk kërkon të ndryshosh, ai pranon versionin tënd autentik, jo atë të modifikuar për komoditetin e tjetrit. Nëse dikush të do vetëm kur je i lehtë për t'u menaxhuar, nuk të do të përdor, dhe momenti që s'mund të kontrolloj më. Largohet, mos e ndal, mos e bind të qëndroj. Lëre të iki. Vetë respekti është mburoja jote, nuk lind me vetë respekt, e ndërton, nëpërmjet dhimbjeve, refuzimeve, zhgënjimeve, dhe çdo herë që i qëndron besnik vetes, ai rritet, vetë respekti është si një muskul, sa më shumë e ushtron, aq më i fortë bëhet, në momentin që e kupton se miratimi nuk është domosdoshmëri, por opsion, bëhesh i pathyeshëm, të jesh i pakontrollueshëm nuk do të thotë të jesh i vështirë, do të thotë, të jesh i vetëdijshëm për vlerën tënde, të mos lejosh këdo të ketë akses në jetën tënde, të mos lësh veten të jetë nën komandën e emocioneve të dikujt tjetër.
Ti ke të drejtën të mos jesh gjithmonë i disponueshëm, ke të drejtën të mos shpjegohesh gjithmonë, ke të drejtën të mos lejosh askënd të flasë keq, kur njerëzit nuk mund të kontrollojnë. Të shpifin, kjo është një nga të vërtetat më të dhimbshme. Në momentin që s'mund të përdorin, ata që dikur të ngriten në qiell, do të përpiqen të hedhin balë. Sepse tani nuk je më i dobishëm për ta, nuk je më ai që s'kundërshton, nuk je më ai që fal gjithçka, je dikush tjetër, je dikush që nuk i nënshtrohet më, por kjo është dëshmi e fuqisë sate, nëse dikush të urren sepse nuk e lë të kontrollojë. Ti je në rrugën e dur. Vetmia e përkohshme është çmimi i pavarësisë së përhershme, po, do ketë momente vetmie, do ketë ditë kur do pyesësh veten, a ja vlejti? Dhe përgjigjja është, po. Sepse një jetë e ndershme me veten vlen më shumë se një jetë e mbushur me njerëz që s'të respektojnë, më mirë i vetëm dhe i lirë, se sa i rrethuar dhe i kontrolluar. Zëri yt ka rëndësi, ti ke të drejtë të thuash, nuk më pëlqen kjo mënyrë. Ke të drejtë të thuash, nuk do e pranoj këtë më. Ke të drejtë të thuash, unë meritoj më shumë. Ky nuk është mendje madhësi, është vetë vlerësim, e vërteta për respektin, respekti nuk blihet. Nuk imponohet, ai lind kur njerëzit shohin që ti nuk ndryshon për ta. Kur e kuptojnë se nuk je i frikësuar nga refuzimi, kur e shohin që nuk rrëzohesh nga kritika, kur nuk të komandojnë dot me heshtje, me lot, me presion, në atë moment, ata nuk kanë më asgjë në dorë për të kontrolluar. Dhe kur s'kan më kontroll, respektojnë. Fjalët e fundit, mos u ndje fajtor që je bërë më i fortë, mos u justifiko për ndryshimet që ke bërë për të mbrojtur veten, mos kërko leje për të qenë i lirë, sepse në këtë botë, ose je i kontrolluar, ose i respektuar, ti vendos. Dhe kur vendos të jesh i pakontrollueshëm, respekti vjen vetë. Në heshtje. Me kokën ulur.